أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه الشرفاء وبعد فالندريم من الأمراض إتاكن الله جل جلاله صلاة والسلام وتوفشن بپیغمبرین صلی الله عليه وسلم بفamiljen e tij, shokët e tij dhe gjithë muslimanët që pasojnë rrugën e tyre të ditën e gjykimit. Allahumma amin. Fa Allahu jalla jalaluhu në Kur'an: "Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm al-qiyamah." Thuaj, me të vërtet i bankrotuar, i humbur, i shkatruar është ai i cili e humb veten e tij dhe familjen e tij ditën e gjykimit. Me të vërtet i shkatruari apo i bankrotuari te Allahu apo personi i cili është në gjendje shumë të keqe, shumë të palavdushme, është ai i cili e ka humb veten e tij edhe familjen e tij ditën e gjykimit. Allahu Jalla Jalaluhu çka na mëson me këtë ajet? Allahu na mëson me këtë ajet se në qoftë se ti ke arrit me eduku veten tënde dhe familjen tënde, me edukue me fjalën e Allah dhe fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj nuk e pas sukses për avancim, nuk e pas sukses me ecë përpara në punë të kësaj bote, qoftë ajo haje, pije, veshmbathje, vendstrehim dhe kështu me radhë, ti je i shpëtuar. Ti inshallah je i shpëtuar. Ti inshallah je fitimtar. Dhe e kundërta, ai i cili ka arrit që vetës vet, familjes vet, fëmijëve të vet, me ja siguru ushqimin, me ja siguru vendstrehimin, me ja siguru veshmbathjen, me ja siguru punë të kësaj dunjaje, ama ja ka huq në edukimin e tyre, ja ka huq në mësimin e tyre që të jenë rob të Allahut dhe pasues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sa do që të jenë të arriturat në këtë botë, ky njeri është i humbur, është i shkatruar ditën kur del para Allahut. Çka na mëson tjetër neve ky ajet? Ky ajet na mëson se punët që i bëjmë në këtë botë, jetën të cilën e jetojmë, gjendjen të cilën jemi, çdo herë duhet me e marrë me peshorën e ditës gjykimit. Atje që shkena me dalë. Këtë punë që jam duke e bërë, atje në peshorën kur dalim para Allah, atje a mirë a keq. Jo me peshorën e kësaj bote. Jo me peshorën e kësaj bote. E në qofë se atje del mirë, pa pik dyshimi dhe tu ka me dalë mirë. Nuk ka diskutim këtë çështje. Në këtë çështje nuk ka diskutim. A kemi cek shumë herë kemi cek. Një çështje që e kemi problemin aty, po na vën vamit aty. Lumturia dhe kënaqësia dhe rahatia. E kemi cek që na po mundohemi me gjetë rahatin dhe lumturin në diçka tjetër jashtë asaj që na ka mësuar Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E pastaj vjen momenti ku na imrim krejta ato shkaqe dhe sebepe për të arritur lumturinë dhe rahatin, dhe na nuk kemi rahat dhe na nuk kemi të lumtur. Pse? Për shkak se ja kemi huq receptit. Për shkak se ja kemi huq rrugës për të arritur lumturia. Për shkak se për të arritur lumturinë në këtë botë, e me synim edhe kënaqësinë e Allahut në botën tjetër, na kemi marrë me peshorën e kësaj dunjaje, as na ka dalë çish duhet. Dhe s'na dalë çish duhet, edhe kur s'ka na dalë çish duhet. Ai që e marrë me peshorën e botës tjetër, ai i cili e jeton jetën për atë pse është kriju në këtë botë, ka me qenë i lumtur pa pik dyshimi. Në këtë botë
ka me qenë fitimtar në botën tjetër kur dalin para Allahut subhanahu wa taala. Tha Allahu në Kur'an, ai i cili ban punë të mira prej burrave dhe grave, duke qenë besimtar, falanuhyiyanna lahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ahsana ma kanu ya'malun. Na do të bëjmë që ai të ketë një jetë të mirë. Na do të bëjmë që ai të ketë një jetë të lumtur. Dhe na do ta shpërblejmë me shpërblime të larta në botën tjetër për shkak punëve që i ka bë në këtë botë. Le të jetë mesazhi kësaj natë që jetën tonë, gjendjen tonë, çdo herë ta paraqesim para peshorës së Allahut ditën e gjykimit. Në qoftë se atje del mirë, në qoftë se atje del mirë, elhamdulillah, edhe me qenë ti veç vetë në këtë dunja. Në qoftë se atje del keq, mjerë për tyje, mjerë për mua, edhe në qoftë se kemi gjendjen mahnitse në këtë botë, në aspektin e pasurisë, familjes, e vladve, edhe jetës, autoritetit, edhe namit, edhe kështu me radhë. Në qoftë se atje para Allahut nuk na del hesapi çish duhet. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.